Është princit me gjithë çka ka stafin e tij dhe unë një sekond. Se nuk janë më mbretër, po të ishin mbretër, hajde do vini. Të gjithë lutem. Nuk janë më mbretër. Ata kujtojnë një kohë të bukur të shkuar. Doni ta mohoni rancinë. Po jo, më nuk e mohoj. Ore po ti ishte, shiko për unë do të çohesh atë të ndalonja për të folur, nëse do ishte kështu si thoni ju. Po jo, po nëse jeni shqiptar dhe ja doni të mirën Shqipërisë, ju duhet ta dini se gjithë këto personalitete. Për momentin zoti Rakipi nuk ja dash ka të mirën Shqipërisë. Nëse ju ja doni të mirën Shqipërisë, duhet të jeni të lumtur që këto personalitete kanë një rol në vetë. Këto zonja të poetin aty familje mbretërore me Shqipërinë, sepse janë gjëra të ndryshme. Blendi, një detaj shumë interesant. Tani nuk është familja mbretërore. Një detaj shumë interesant. Po s'është familja mbretërore Shqipëria, nuk mund të lidhesh, po nuk do familje mbretërore, nuk do Shqipërinë apo nuk erdhën këta Kapri, unë mendoj personalitete kanë një rol të rëndësishëm në vendin e tyre. Dhe fakti që vinë në Shqipëri është pozitiv për vendin tonë, sepse do kthehet këta kur të kthehen në vendin e tyre, takojnë Junckerin, takojnë gjithë personalitetet e larta të politikës. Kjo është një PR për vendin tonë. Këta nuk e kuptoni ju. Që është në të mirën e vendit tonë. Dhe duhet se kisha të Kapri njerë. Përse si shpjegohet pjesëmarrja? Ndryshuket imazh negative e vendit. Junckeri pastaj zoti Gjana, Junckeri që thoni ju, të trafiqeve, të korrupsionit e kanë bërë Republika dhe pastaj Junckeri që thoni ju takon zotin Edi Rama dhe këta të tjerë. Po të fillojmë të analizojmë ta mbetemi te Kapri, pjesëmarrja si shpjegohet? Për mua kjo është surpriza më e madhe. Unë nuk e besoja që do kishte një pjesëmarrje të tillë, e dija që ta po bënë një përgatitje për dasmën, dhe unë kur kam lexuar listën të ftuarëve vërtet u habita. Nuk e mora vesh pse se publikuan përpara atë. Për arsye sigurie. Për arsye sigurie natyrisht. Një gjë tjetër, familja mbretërore shqiptare edhe për modestinë është kontestuar në vite. Se këto zoti kalojnë në njëherë prapë. Po. Kaloj pak mbas shpinës time të gjithë tuarit. Familja mbretërore shqiptare është kontestuar në vite si një familje e shtirë, po themi. Filmime jo listën, po. Si një familje që s'është familje mbretërore. Po. Kjo dasëm realisht tregoi po thotë është kontestuar familja që s'është familje mbretërore, po. Dhe realisht, po themi, aristokratët kudo në Evropë e kanë shumë vështirë të pranojnë një, po themi, që do ta shpalli veten aristokrat pa të drejtë. Dhe fakti që gjithë ta familjet pjesë më të rëndësishme të familjeve evropiane vjen në dasmën e këtij djali pothuajse të panjohur. Është konfirmim thua edhe për familjen mbretërore. Sigurisht është konfirmim. Shumë konfirmim. Vitu nga Kentit nga anglezi kush është një transhishëm në Britani, sigurisht që është një certifikim shumë i madh. Mbretëresha e Spanjës është shumë e rëndësishme. Po mos ty hym një ka vlerë për familjen mbretërore. Për familjen ka shumë. Familjen mbretërore, e sa di unë janë vetëm 2 vetat për momentin. Është princi dhe princesha. Edhe tani ndaj kushuri. Cili është perceptimi publik? Perceptimi publik është Shqipëria familje mbretërore. Shqipëria është një për Shqipërinë. Mund të jetë një turm, mund të jetë fshatar, mund të jetë. Pra e ndam me performancën jemi në rregull. Me të ftuarit kemi një pikë pyetje pse kanë ardhur kaq shumë. Pse u mbajt listë